E premtja ishte dita e parë e pushimeve tona të fundjavës. U nisëm për në Shkodër dhe drekën e mora me vete në makinë sepse nuk donim që të vonoheshim. Pas pak më shumë se 3 orësh, më në fund bëritëm në Shkodër. Fillimisht shkuam të lini makinën në një parkim privat sepse për 2 ditët e ardhshme nuk do e lëviznim fare. Pas 3 minutash në këmbë, më në fund arritëm në dhomë. Hapa më njëherë serialin që jam duke parë momentalisht, që quhet The Museum of Innocence. Unë nuk kuptoj fare turqisht, kështu që e shikoj me titra anglisht që të kuptoj se për çfarë flitet. Nuk kaloi shumë kohë dhe filloi të na merr teoria, kështu që dolëm tek pedonalia e Shkodrës. Një mikesha ime që jeton aty më sugjeroi Pizzeri Fontanën. Kështu që aty shkuam, nuk e prisja të më njihte dikush në Shkodër, mirë po kamarierja që po na shërbente më njohu dhe më përshëndeti. Picat na pëlqyen, unë i vlerësoj me një 9 nga 10, kurse Kristi i dha një 7 nga 10. Për fat keq aty jashtë na umblodhën bletët, kështu që u detyruam që të futeshim brenda. Pasi mbaruam së ngrëni, bëm edhe një shëtitje vërdall për të parë se çfarë kishte, duke qenë se as unë as Kristi nuk e kishim vizituar asnjëherë Shkodrën. Shkuam përsëri në dhomë, unë duhet bëhesha gati me shpejtësinë e dritës, sepse kisha vetëm një orë në dispozicion dhe urrejtjem vonë. Dhe përfundimi ishte ky. Besoj që e keni parë këtë look edhe tek fotot që unë postova. Mendoj që me një orë ja dola më së miri. Shkuam te goja Gaditse, ku po na prisnin edhe miq tan. Kaluam një mbrëmje super të këndshme, takova Danjën që kisha më shumë se një vit pa e takuar dhe më kishte marrë shumë malli. Më në fund në dhomë për herë të fundit atë natë. Ky është momenti që unë e urrej që kam bërë make-up sepse duhet ta fshija në mes të natës dhe të nesërmen duhet të zëhesha në 5:30. Na priste një ditë shumë e gjatë, ama shumë e bukur. Vendosa dhe hidratantin dhe tani shifemi në aventurën e nesërme natën.